gjë do zbulojmë gjinin. Me zi presim. Ato se dim. Aleksa, si ndihesh? Su like Sa Shiko si ri. Ja, vazhdo derisa ta frysh. Kemi ecur çik? Mirë. O zot. E po u frigo gjatë. Ulu Eva, ulu, mau me dorë, se të mban. Mau me dorë se të mban o vot. Po të shty rozi ti ulu njëherë. Po, ashtu është. Ashtu është më. Që dhe kthej ashtu nishit. Po. Pash kishe në laçe thyve. Po ma t'ja stikun që vënd. Po kër. Qaj duke bo? Po bëj video, mi qa do me bo? Hapim vlogun. Përshëndetje, nuk mendoja ta hapja këtë vlog shumë, megjithatë s'ka problem. Por sa do niseshim ne për plazh, filloj shi sa vapër e ka bë. Edhe jo se nuk ka ande. Nuk ka ande, jo, se jam. Po s'ka gjë se na freskon një qik me gjithse si kur e ndezi më keq. Hello, nga një video e re. Më në fund, ja ku jam, u riktheva sërish, do thoni ju ku ishe, qa bëre, qa s'kam bërë gjatë gjithë kësaj kohe. Madje kam bërë shumë gjëra të bukura, sa do doja shumë që t'i kisha filmuar, por vendosa që mos të rikthehesha më. Vendosa mos të rikthehesha më në YouTube, sepse me thënë të drejtën është shumë e vështirë për mua, të të editoj më shumë se sa të filmoj, se me telefon filmoj, nuk është se filmoj me kamer, vetëm kur jam të studio ndonjëherë, edhe kam shumë kollaj të nxjerr telefonin, pavarësisht se ndonjëherë bëhesh pak e bezdisur, po është më kollaj se sa të editosh, do t'i merr 1-2 orë kohë. Mos them edhe më shumë, varet. Nejse, gjithsesi u riktheva, sepse do iki për ditëlindje me Rozin në Sarandë edhe në Korfuz, edhe tani fillojnë këto udhëtimet e mia, sepse është dhe verë. Më tha Rozi, po ti nuk do bësh vlog? Edhe aty më lindi dëshira, thash, unë për këtë arsye hapa YouTube-in, që të bëj vlog për udhëtimet e mia, dhe në asnjë nga udhëtimet e mia nuk kam bërë vlog, përveç se kur isha një herë në Gjermani, isha prap në Gjermani, tani nuk bëra vlog. Edhe kështu, nejse, tani u riktheva sërish, shpresoj që mos të largohem më, edhe më shkruani nëse ju ka munguar dhe a do doni të shikoni videot e mia të udhëtimeve të radhës, sepse këto janë pushimet e mia të dyta, se isha një 4 ditë në Vlorë, tani do ikim në Korfuz, kam ditëlindje në 2 korrik, do ikim me Rozi, edhe një lajm i ri, Rozi është tatzan, edhe po pret një vajzë që me zi po e presim, është një 4 muajshe e gjysmë, mos gaboj, edhe do ikim të 3-ja me pushime, dhe jo të 2-ja. Tani na është shtuar një shoqe e re. Është akoma në bark, po nejse.
Kështu, tani unë e hapa kamerën, sepse kam kohë. Ne do ikim Rozika ikon orën 5, edhe mund të ikim diku nga ora 5:30, është akoma ora 4. Edhe thash të hap kamerën, të flas pak me juve, po dëgjoja muzikë, po shikoja edhe vlogs të gocave, edhe të vishem për rrugës. Ja futi një shi tani, unë sa kisha lar makinën, dhe si fiksim magjie që jam e kisha lar vetë, se kam quar 2-3 herë në lavazh dhe nuk e kam pastruar, do me thënë, ato dyert tansore nuk i pastrojnë fare, as nuk i prekin, kurse unë vetë i bëj me atë që shkëlqejnë, do me thënë, nuk e di, me një super arom makina. Do me thënë, nuk ka lidhje larja e lavazheve me larjen që i bëj unë, me detaje. Edhe sa e lava makinën unë, ra vetëm 5 minuta shi, sa e nxefi më kej situatën, dhe mu bëj jashtë. O, zoti madh, si shi me balt. Edhe qa bëra, mora zorën, ja futa, 2 minuta, vetëm sa për t'ja ish ato nuk i rash me leck, se nuk isha më nerva. Edhe kështu, kemi bërë dhe gati valigjen, mora valigjet vogël, u bëra pishman. Duhet ta kisha marrë të madhe, se ne me traget do shkojmë atje nga Saranda në Korfuz, por s'ka gjë, i ngjesha gjërat dhe ka marrë goxha gjëra si valigje vogël. Kështu tani do vishe, mendoj, dje duke parë rrobat me Rozin, thoja, ua, pas kam dhe këtë, po që pas kam rroba. Kur ta shofi këtë mami me Jonën do thonë, a pra ti se ti asnjëherë nuk e rroba. Okej, tani, do ju tregoj qa do vesh, i kam nxjerrë, e kam idenë se qa do vesh, por nuk e dia do shkojnë, gjithsesi unë do t'i provoj edhe do ja u tregoj tani. Mendova që këtë fundin lino, kaf, nuk e di sa duket, se tani s'largojmë do të më shumë, është i gjatë. Më pëlqen shumë që ngjyrën kafe ta kombinoj me të verdhën. Kam marrë pak ngjyrë, shpresoj të marrë më shumë, se janë bardhoshe dhe ngjyra më ikën, se kështu është të lahesh për ditë. Tani, kisha këtë këmishën polino, ngjyrë të njëjtë me fundin. Ta shikojmë. Si do ngjaj. Varsen e madhe kam hequr, se kam vënë këtë me guacka. Kam marrë edhe disa me vete. O, sa bukur, më pëlqen shumë. Nuk e mendoja që do ishte kaq bukur. Kjo këmisha është edhe i gjatë. Por, kam menduar t'i vendos një shall këtu nëse do t'i shkoj. Nëse si shkon, sigurisht që nuk do t'a vesh. Është me pika. Nuk e di. Ndoshta do duhet të mbyllet pak këmisha për këtë shallin. Yes. Ne. Ja, dhe jeni po çon turistat në traget. Jeni për taksi ty. Ja ku jendëm, kështu që kemi jeni. Me vonesë. Po pim kafen se nuk kishim kohë.
fund gjetëm taksin. Nuk jam në gjendje. Dhe po ikim në hotel tani. Yes, everybody needs a taxi. Po do merri dhe pesë taksi. Shumë e vështirë për të gjetur taksi edhe Po në fund e gjetur. të thonë shumë shtrenjt, 20 euro, 30 euro. Çati më tha 15 euro, mua mos dëgjoni çatin. Gënjenaj. Edhe tani të shohim sa do na marrin kjo 30 o 40. 20 nuk e jap jo. Na vjen të mirë. Tha mua nuk e lek të paguash taksin, nuk kam, thash. 30 kemi. Tu bosi gjuna fqare. Po se 20 ikën më i kot. Më në fund erdhëm, a? Atëherë të bëjmë një room tour. Kjo është dhoma e hotelit Sa Futesh. Këtu është një varse rrobash. Këtu është bari jon, frigoriferi i vogël. Edhe krevati, sa bukur kam bërë këto. Pamja nga deti, pasqyra ku do bëjmë make-upin. Këto janë shumë të bukura. Televizori. Edhe tualeti që ka shumë pastër. Më pëlqen shumë. Ja. Çdo gjë perfekt. Hamiros do dalësh, ë? Do hapim valixhet, do i sistemojmë gjërat. Edhe pastaj nuk e dim çfarë do bëjmë. Kjo është veshja e parë. Rrobat e plazhit janë portokalli, kurse Rozi i ka të kuqe. Për një moment harrova të bëj vlog. Kemi ardhur në Ipsos Beach, këtë kishim më afër. Erdhëm autobus për 10 minuta, thjesht se kishte shumë stacione, që në ka deti super, më pëlqeka. Shezlonet kushtojnë 20-25, këtu që janë kanë 15, me një big uj. Edhe me çadra koti. Por ne mbas dite duam të rrim të pishina hotelit, edhe nuk na leverdis. Do rrim vetëm pak, do ham drekën njerë, pastaj shohim. Tani do gjejmë një restorant, këtu pas ka shumë. Ky është Ipsos di Mare. Risotto 12, 13, 16 euro. Ti shohim njëra ato andi? Të tjerat? Këto janë spaghetti alla gris. Të shohim si do jem. Sa i hajt gocës. O zot, ashtu jashtë se do e shohin Alexi vlogun, ma kemi Rozi pa buk. Jo, mi se si kam lë pa buk, ja. Ja, shit po. Ja, po ha. Erdhëm një herë në market. Mora një vaj. Bëka 7 euro, të shohim sa i mirë do jetë. Sa i mirë. Hajtë mo. Hajtë mo, do pishe me kam vendosë. Sa të bukra këto. Kemi thënë që nuk do blem budalliqe, apo jo? Hajtë se 4 euro. Më në fund gjetëm qeto sa grek. Unë mbaroj për këto. Mbarojmë të dyja, në fakt. Do ham gjithë të ditë që do jemi këtu. Unë me qeto ta moj. Do marrim për Shqipëri, do një mirë. Po do jemi me këtë atjatër. Njëmi. Te ne kam prish dorën, jam bërë, nuk hanë. E ka manë të qetë të dyja. Të dyja meri, moj? Amirosi, që më bën aty? Ne po presim autobusin. Jo, po mbledh lek për ti. Po mbledh lek duke lypur. Hajde, ke fitu 4 euro, ha? Do të e vënesa të hajt krudo. Me 4 euro? Jo, të mbledh më në akoma. Sa do rishtu gjithë natën, apo kur dalin njerëzit për xhiro, do t'japin. Përëndoj që do pispilose njerëzit.
Ja, erdhi njëra për shembull. Erdhi njëra pispillosur. S'po e nxjerr kamerën se po na shef me inat. Me do më lër kjo vari ne. Jo, kjo asnjë lek s'të dha për shemb. Po vjen një tjetër. Doja nga kjo. Kjo që nga plazhi e lodhur fare. S'ka për të fol fare me vete. Ja po flaka. Ja po fshef të flaka, kështu ja, ndaloj. Ndoshta ja mundu të bankomatin të. E pra. Mute Alfa Bank. I kam zënë vëni ki gjagjit, po vajde. Te Alfa Bank që të japi fat për kesh, po aha. Ja se po të rejt njeri Eva, lojë të rejt. Po të rejt. Nashi u kthyem nga plazhi dhe kemi bler ca gjëra në marketing tu afër. Kemi bler këto, që janë shumë të mira këtu në Greqi. Kikirik më duket janë. Sa më di krau. Kemi marrë ujë, kemi marrë karabola. Ma ashtu ka emrin, qa të bëj unë? Qetosa që morëm atje. Qa morëm tjetër në? Kolë? Morëm kola dhe akullore skandaloze. Morëm një cupcake 1.3 euro për t'i vë një qiri për ditëlindjen time. Edhe kaq, tani do lahemi dhe do dalim. Kola? Kola aty, futen frigorifer. Kjo macja ishte poshtë. Po se erdhi dhe I tjetër. Shife. Se kemi lënë rrobat e plazhit të lara aty. Po ju moj. Ju pëlqyem ne. Ju pëlqeu shoqëria jon. Po ikni tani se po bëmi gati, po bëjmë make-upin. Bye bye. Ne po bëjmë make-upin. Ja. Si kemi bërë këtu? Kjo është veshja për sot, se I ngelëm duke bë foto story për Instagram. Edhe e kam lënë rozin pa kështu, pa kondicioner, sepse Do të djetë për janë, ose të kam lënë derën hapur. Ua. Tani, duket veshja këtu? Duket paka shumë. Po mi jep mua, mi jep. Urash. Të duket ka moj. Edhe ti tani, ktheu mamasita, s'kemi dritë të mirë në dhomë. S'pas ka të qaj. Prit. Mbaj dorën kështu te barku, ta shohim barkun. Bëni marshallah, bëni marshallah. Hajde ma shtrëngoj qikë tani. Oros, qa bën mi? Hargjime je. Po bëj një Buqet për mua. Nase do na thot gjë njeri, po merri shpejt se më duket se janë dasa e shtëpisë. jam I që shpia jo është e rënuar. Ua, faleminderit. Mos mbledh se do na vrasin. Eva, së uroj para kohaj, po ku do e bajt ta japë të darkë. Po. Sa të gjojmë lekë se na duen tim koktejle. Zoti ma. Harova ta ktheja kështu. Rozi më ka ble. Rozi, këto lulet. Ja, s'ka nevojë për dyqan lulesh, për mua I ka kput këtu. Se kush I ka nuk e di. Edhe doja ja për ditëlindje. Po. Sa të shkoj ora 12. Po. S'do bishken. Hajde ikim tani, nuk do. E fus në një bidon me ujë. Ose në koktejl. Shofim një këtë, që nga cute. I lezetshëm. Po mos është herët. Unë këtu përfitu nga Rozi që është Tazan. Mirë që kërkova ketchup mustard, se këtu s'ta sjellin, po I kërkova një pjatë zasiq. Se më haj për vete, jo se si haj për Rozi. Po hajtë më dhaj. Hajt më përfitova nga Rozi edhe mora pjatën e mora. Nga një të vogël u sol një e madhe. Nice. Më në fund gjetëm një vend. Kështu është kur pyet. Na ndihmoi një shqiptare. Gjë shqiptarë. Që kanë nice këto shtëpit, shumë bukura. Është ky kaktus. Po, tha ajo ka kaktuse të mëdhenj. Mirët, I kemi marrë unë dhe Rosalinda. Që ditën e parë nuk pritëm fare. Nuk pritëm fare. Hajde foto se pas ka dhe muzikë. Sa bukur qenë, ka fix për të bërë mua ca foto. Tani mua më ka shku mendja
për Porn Star Martini edhe sa eri keme pushime pi Porn Star se më pëlqen. Rozi ma dha lejen se për vete nuk do pi, apo s'do pishja. Po s'ke që pi, në një gotë verë, po këtu s'ka verë. Se nuk funcion alkoholi. Përshëndetje nga dita tjetër që s'kam hapur kamerën se kam harruar të bëj vlog. Si u kam treguar as veshje, as Fare. asnjë gjë. I din zor sa erë. Tani u kujtova se jemi këtu për ngrënë edhe nuk marrim vesh asnjë gjë nga menuja se është greqisht. Vetëm grekisht. Kështu që kam harruar fare, më bëni Allah. Se Rozi po vishej, po thoshte si s'do i marrësh me vete, po mos jetë gjëna ata greke, si do t'i marrë me vete? Do të provoj me që. Mirë s'ka gjë, do ju marrë me vete, do tallemi bashkë. Natën greke. Në natën greke. Ika tani, bye bye! Bye bye. Oj, vajti më përthejt. Zot! Qartu sa rova. Shtu, tani ne duam të bëjmë foto, të shohim se ku do t'i bëjmë. Ashtu da, shumë bukur. To flokët duhen prerë, se kam shumë vapë. Këtu hajde, na ka kap orari të qeshurës. Që ka fitë në ditin orar. Çdo ditë në t'jetin orar. Ja mos u bëti që shumë. Moj ti tani, qa po thoje? Supos, unë se kisha për supostën. Që kisha? Më thot mua, pse vejnë suposta të rriturit? Po vejnë! Mujtë, po pse? Varet nga arsyeja, nga problemi që kanë. Ua, Line si na doli e të meshme. Nga dita e tretë dhe sot do ikim, por do ikim në darkë nga ora 7, tani do bëjmë plazh, edhe jemi te një kafe, që duket sikur do bëj kafen e mirë, që ka shumë radhë, edhe me pamje nga deti, ja prisni t'ja u tregoj. Në fund jemi në traget. Kam ujë jo.
Gjithë ditë që ndjell peshkaqeni, duket se është aty. Dur në Ksamil, u arri që pejtat atje, o zoti mall. Na falni shumë, por jemi bërë gati në kohë rekord, as nuk kemi ngrënë, tragetin më ka zënë. Imagjino, Rozi nuk e zuri që është Tarzan, mua më zuri. Prit të tregojmë çfarë kemi veshur, na falni për rumujën, ne kemi skandal në shtëpi. Rozi s'ma var fare ndërkohë. U vëti qa për buk. Telef! Ikëm. Është veshja për sot. Ja. Ikim tani se na e buk. Okej, bye. Hello, sa po kemi ardhur në Sarand, më fal, në Samil. Edhe jemi bërë gati me shpejtësinë e erës, edhe pse ishim shumë të lodhura, se po mbije telefoni. Edhe që po thoja, u regjistrua ajo, po më morën telefon. Gjulio do më thënë. Edhe tani, dolem që të hajmë. Erdhëm tani të hajmë në restorant të Orange, jemi. Edhe kemi dhe një pamje të bukur këtej, që do ja u tregoj, veshja ku mbrapa, që ne nuk jemi të interesuara. E pastaj ku do ikim? Lese ka plot? Ka plotët! Ua, e vetmja femër Tarzan që nuk më është ankuar në jetën time, për zotin. Nuk më është ankuar as për vapën, as për lodhjen, fare. Vamos, mersi të të ngope, s'ke ku i fudi, Po na u tha zorra, moj. Suflaki, mish. Ere file tani, tanë në ca gjërat mira këte nga Shqipnia. Ka marrë dy unë, si kur do bëj namin. Mendon ti se do t'i ha unë do? Vete një tasë. Ndërko, me se do m'dimosh një qik mua ti tani. Kërë rao me milioni? Ha? Ky Gregu mbetet plazh i bukur. Mirë mëngjesi nga dita në Ksamil. Hi Rozi. Summer breeze, warm and gentle. Sunshine fills the sky. Memories of the season in my heart, they never die. Eva që ka ngrirë. Muat mesme. Më merren mend. E kam të pëja e kam edhe frenat nuk i heq. Mos e heq. Nuk e di pse ma gjithmonë më është dukur gjë lezetshme kjo. Lezetshme është o ti po ke prit. Po ti fita ca ke je pra mo. Edhe vaj, jo pripi për herë të parë shumë thoshte. Po të shtak sirat ka makina me rënë uj. Nuk bie moj. Ajde të përgatis këtu do kërcasin i qik, kështu që mos ki frikë. Më duke do kap shërakimin tim të aty. Thoj, këto janë turiste, i mora kot 2000 lekun. Po ne folëm Shqipo ti. Po jo, mi se dhe shqiptarët, pse, qa mendon ti? Tash unë turiste jam. Era parë që vi. E mi koti thash në gjaj meri lek kësaj, se është e vëndit. Shi, tani do përplaset. Ja, tani orës. Djeli zotin ma larhat. Si e bërë. Eva duke vjedh kumbullat e komshiut. Bëj sa ka se janë të mija, me. Ma si të bërë, më duken. Unë të farta i kam qenë. të palarë. Unë e hajës kësë më gjingjë. Po mi e bërë është kjo, për ta provojmë. Kishte barë, kishte 7 zanë. Marin gjuna si punetën e. Vinga lagja dhe ju shej. Do pra buk për se t'ja punë. Qa qefi, hajde.
Që do mbledhim tani të ham. Po pra kastravec dua dhe unë. A edhe atë e ha me krip. Ja dhe specat. Dhe speca. Në gjete? Po ku kishe gjithë e manja 2000? Po mi janë bërë bamjet. Ja, kjo e vogla këtu. Edhe të kapa të mollët e vogla. Ua qa qëtësie këtu. Ote mija? Këto janë, këto se i njofun. Preshe, mirë. I njif kam. Po ky, mos më thuj që është pjepër ky. Se pjepërin e urrej. Ja dhe mollët e mia. Po unë nga Korça ja mollët dua, normal. Ha? Ky limoni s'pas ka shumë lëngë. Që ka Aleksin se dhe Aleksi ka shumë qef. Tani, unë këtë kam frikë ta provoj. Tani, Ashtu bëri edhe ai. do e provoj unë për herë të parë, do e kthesh kamerën ti nga unë. Ne, Rozi e pëlqen shumë. te bureku, te